Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Të nderuar vëllezër dhe motra, do t'i përmendim disa gjëra që na e mundsojnë ta fitojmë dashninë dhe kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Ta fitosh dashninë dhe kënaqësinë e Zotit, padyshim është nga gjërat kryesore të çdo muslimani dhe të çdo muslimaneje në jetën e kësaj bote. E para prej tyre, ta lexosh Kur'anin me meditim. Ta lexosh Kur'anin do të thotë ta lexosh fjalën e Allahut dhul xhelal. Ta lexosh Kur'anin është prej veprave më të dashurat e Zotit. Nëse Zoti e don leximin e Kur'anit, ai padyshim e don edhe atë njeri, atë musliman dhe atë muslimane që e lexon fjalën e tij, pra Kur'anin famëlar. Sidomos kur e lexon me meditim për ta kuptuar dhe për ta praktikuar në jetën e përditshme të kësaj bote. Sa më shumë që ne e shtojmë leximin e Kur'anit, aq më shumë ne e marrim dashninë dhe kënaqësinë e Allahut dhul xhelal. Një rrugë tjetër që na mundson shumë ta fitojmë dashninë dhe kënaqësinë e Zotit janë edhe veprat nafile apo vullnetare. Allahu i Madhërisëm në një hadith kudsi thotë: "Nuk ka gjë me të cilën më së shumti më afrohet robi im mua se sa me farzet apo obligimet që ja kam caktuar në jetën e kësaj bote. Dhe robi im vazhdon të më afrohet mua me vepra nafile, me vepra vullnetare, derisa unë ta dua atë." Pra sa më shumë që ne i shtojmë veprat vullnetare, si namaz vullnetar, agjerim vullnetar, lëmosh vullnetare e kështu me radhë, aq më shumë e marrim kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut xhalla xhelaluhu. Një vepër tjetër shumë e rëndësishme dhe madhështore që na mundson ta fitojmë dashninë dhe kënaqësinë e Zotit është dhikri, ta përmendim Allahun dhul xhelal. Sa më shumë që e përmendim Zotin, aq më shumë fitojmë dashninë dhe kënaqësinë e Zotit. Allahu i Madhërisëm në një hadith kudsi thotë: "Unë jam me të përmendurit e robit tim. Nëse ai më përmend mua vet, edhe unë e përmend dhe e kujtoj atë vet. Nëse robi im më përmend para një grupi, edhe unë do ta përmend atë para një grupi edhe më të mirë se i tij." Andaj sa më shumë që ne i bëjmë dhikr Zotit, e përmendim atë, Allahu dhul xhelal na don dhe ne fitojmë kënaqësinë e tij. Andaj dhikri është pjesë shumë e rëndësishme e jetës tonë në këtë botë. Një rrugë tjetër shumë e rëndësishme që ne mundson ta fitojmë dashninë dhe kënaqësinë e Zotit është dhënia përparësi ndaj dëshirave apo vendimeve të Zotit karshi dëshirave tona kur ato përplasen me njëra tjetrën. Shpeshherë ndodh që dëshira e Zotit ose vendimi i Zotit për një gjë përplaset me dëshirën tonë, me epshin tonë. Diçka për shembull që e ka ndaluar Zoti, ne dëshirojmë ta bëjmë. Pra ky është momenti që ne, nëse do t'i japim përparësi asaj që ka vendosur Zoti, pra ne vërtetojmë se e duam Zotin dhe Zoti na don neve. Dhe një çështje tjetër apo një rrugë tjetër shumë e rëndësishme që neve na mundson ta fitojmë dashninë e Zotit dhe kënaqësinë e tij është falënderimi apo mirënjohja për mirësitë e panumërta që Zoti na i ka dhënë neve në jetën e kësaj bote dhe ne në çdo moment, në çdo çast të jetës tonë i shfrytëzojmë ato. Nëse ne jemi falënderues, themi elhamdulillah për gjithçka që na ka dhënë Zoti dhe që ne e shfrytëzojmë, ky është një moment që Zoti na don neve dhe ne me të e arrijmë kënaqësinë dhe mirësitë shumta nga Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj gjithmonë kur shfrytëzon një mirësi thuaj elhamdulillah, nëse han diçka thuaj elhamdulillah, nëse pin diçka thuaj elhamdulillah. Gjithçka që shfrytëzon nga mirësitë e Zotit meriton mirënjohje dhe falënderim ndaj Allahut xhalla xhelaluhu. Këto janë disa prej veprave që na mundsojnë ta fitojmë dashninë dhe ta fitojmë kënaqësinë e Allahut xhalla xhelaluhu.